në vendin tonë ndodhen 20 lloje, të cilat ngjasojnë me gjarpërinë. Prej të cilave 17 lloje janë gjarpëri dhe 3 lloje janë hardhuca, por ngjasojnë si gjarpërinë, pra janë hardhuca pa këmbë. Prej këtyre llojeve vetëm 4 lloje janë helmues apo që paraqesin një rrezik deri diku domethënës për njeriu, serioz. Sidomos njëri prej tyre, që është në përka me bri. Është i vetmi lloj helmues i fortë, i cili mund të shkaktojë dhe vdekjen e individëve që kafshohen apo helmohen nga ky lloj, në rast se këta individ janë me shëndet të dobët apo kanë sëmundje bashkëshoqëruese. Në raste kur individët janë të shëndetshëm, sipas studimeve që janë publikuar, në pothuajse të gjitha rastet i mbijetojnë kafshimit nga nepërka. Megjithatë, ky lloj kafshon në kushte shumë specifike, që do të thotë vetëm në kushtet e vetmbrojtjes, pra kur shkelet në mënyrë aksidentale, ose kur ngacmohet, kur preket,